Paqja qoftë mbi ju. Sot kam dëshirë të flas në lidhje me se si u ktheva në Islam, apo si mund të njihet termi si u konvertova, por konvertim nuk është fjala e duhur, sepse pse them si u ktheva në Islam, ne jemi musliman që kur lindim dhe normalisht shoqëria, familja, rreth e qark ndikojnë dhe njeriu rritet me fe të ndryshme, me besime të ndryshme. Sigurisht, kur themi kthehem në Islam, do thotë që njeriu rigjen rrugën edhe një herë drejt fesë së vërtetë dhe drejt së vërtetës dhe drejt Allahut. Dua të bëj një video sërish me të njëjtën temë, kur nisa rrjetet sociale me temën e videove motivuese apo të folurit në lidhje me pjesë me Islamin, me pjesë islamike, duke vendosur Islam, duke treguar historitë e mia dhe se si Islami ndikoi në jetën time, vendosa që të rinis sërish për ata që ndoshta nuk më njohin akoma, ndoshta nuk më kanë ndjekur më përpara, si dhe për ata që ndihen realisht në këto momente nëse janë kthyer në Islam se puna ime, nëse ndihen paksa me pikpyetje, nëse janë midis zgjedhjes së Islamit apo jo. Historia ime e kthimit në Islam nis në një mënyrë që unë nuk e kisha menduar asnjëherë se do isha muslimane. Në fakt, unë jam rritur në një familje që më shumë përqafova fenë krishterë nga gjyshja ime. Ajo ishte ortodokse dhe ishte minoritetit grek. Dhe unë u rrita, domethënë emigrimi im i hershëm në Greqi më ndikoi që unë të zgjidhja, domethënë atëherë unë isha 5 vjeç, kur unë u pagzova për herë të parë, isha 5 vjeç, edhe normalisht kur je fëmijë nuk ke shumë njohuri, sidomos kur je në një familje që nuk është se flasin shumë për fenë. Dhe nuk e dija domethënë, dhe sigurisht unë isha shumë besimtare, fillova që në atë moshë të besoja shumë në Zot dhe çuditërisht gjithnjë kam besuar në një Zot. Nuk mendoja që domethënë pjesët e ritualeve të kishës e tjerë më dukeshin thjesht rituale, por brendia ime e ndjente gjithmonë që ishte një Zot. Dhe në familjen time baba im është musliman, por nuk është praktikant, është thjesht mund të jenë një pjesë e shqiptarëve që thonë që jemi, por nuk bëjnë asnjë lloj praktike ndaj Islamit, apo mund të pinë pije alkolike, mund të bëjnë gjëra të ndryshme. Pra, nuk është se ishte dhe sot e quan veten musliman, pavarësisht se ai nuk është se praktikon Islamin. Ndërsa mami im kishte më shumë nga feja e krishterë për shkak se ishte rritur nga 2 prindër të krishterë. Kështu që dhe unë, jeta ime deri në moshën 24 vjeç, më saktë në fillim të moshës 25 vjeç, unë isha ortodokse krishterë. Kam qenë shumë besimtare në kuptimin që i ndiqja ritualet, shkoja në kishë çdo diel, por kisha disa pikpyetje dhe ndjesi që më dukeshin sikur isha duke tradhtuar Zotin, në kuptimin që më dukej sikur isha domethënë unë nuk e kisha kuptuar derisa isha në Shqipëri. Unë e kuptova vetëm kur erdha në Arabi Saudite që unë në fakt jam muslimane dhe jo e krishterë. Kur isha në Shqipëri, pikpyetjet e mia që kisha ishin që në lidhje me Trinitetin, shpesh herë kisha ndjesi jo të mira, ndërkohë që unë shkoja shpesh në kishë për të gjetur atë paqe, kisha ndjesi që nuk më jepnin lehtësim, ndjesi që nuk ndjehesha rehat, apo ndjesi sikur ndjehesha si në gjëmba, sidomos kur kishin rituale etj.
Gjithsesi, nuk dua të flas shumë për këtë pjesë, po thjesht po flas që nëse dikush ndihet apo dikush ka përqafuar Islamin si puna ime, është kthyer në Islam si puna ime nga një fe tjetër, besoj se do ndihet do motivohet më shumë dhe ndoshta do gjej vetveten e tij në fjalët e mia. Kështu që uroj që kjo të ketë një impakt pozitiv dhe absolutisht nuk duaj që të ketë diçka për shembull negative në lidhje me fen apo të duket si paragjykim apo se unë po ofendoj fe të tjera. Secili njeri Zoti ka dhënë njeriu zgjedhje të lirë dhe zgjedhja e lirë është që ai mund të besojë edhe ku të dojë. Në momentin kur unë më përpara unë kisha shtëpinë përballë xhamisë dhe nuk është se kisha një po ta mendoj veten time vite më përpara, nuk e kisha, domethënë as nuk kisha ndonjë urrëtie, por nuk kisha as ndonjë pëlqim në lidhje me Islamin. Në momentin që unë u largova nga Shqipëria, pas shumë lëvizjeve të ndryshme etj. Siç e thash, 5 vjeç u pagzova, 25 vjeç u ktheva në Islam. Dhe ndodhi në Arabi Saudite, këtu ku unë jam tani, dhe nuk ndodhi as nga në ndikim i dikujt apo i njerëzve të tjerë. Unë deta goxha pa u kthyer në Islam, por në një grup miq që ishim, pyetja që mua më bëhet është që o ju jeni të krishterë dhe ju besoni që Jezusi është Zot. Dhe unë aty ndala për një moment edhe thash që jo, nuk e besoj këtë gjë, unë besoj që ai është profet i dërguar nga Zoti dhe është vetëm një Zot. Dhe në atë moment pash heshtje dhe sikur nuk po më besonin dhe sikur po më shihnin me dyshim që si ka mundësi. Dhe në atë moment më thanë që ti nuk je krishter, atëherë ti duhet pranosh Islamin sepse ti ke këtë lloj qëndrimi ndaj asaj që ti beson. Dhe me të vërtet, duke filluar pastaj duke studiuar dhe lexuar kisha një si tërheqje, që e vogël kam pas një tërheqje ndaj Zotit. Gjithnjë kam patur frikë, në kuptimin frikë që mos bëj ndonjë gjë të gabuar, Zoti më sheh, domethënë që kur isha e vogël, pata një moment kur unë pata kontaktin e parë me Kuranin, me librin e Kuranit, e pash tek një komshie ime dhe direkt ajo më tha mos e prek se kisha duart nga lojrat, isha duke luajtur dhe kisha duart pis. Por më bëri përshtypje ajo pjesa e kopertinës, sigurisht isha thjesht fëmijë, por nuk e di pse në një fazë të fëmijërisë time mua më hyri kjo pjesë e frikës ndaj Zotit dhe gjithnjë mundohesha, fillova ta mbaj veten më me limit, kuptimin fillova të bësha një person që ndiqja rregullat dhe nuk më pëlqente asnjëherë të mos bindesha ndaj rregullave. Më duket sikur po të thyja rregullat do ndodhte diçka apo Zoti nuk do të më donte. Do kjo ishte përpara kur isha fëmijë, pas së moshës 7-8 vjeç dhe që fillova që duke menduar që duke parë të veprimet e mia. Gjithsesi unë kam qenë një fëmijë i urtë në përgjithësi i bindur dhe ku më linin qëndroja, por nuk e di pse kisha këto mendime më pas dhe kisha këtë ndjesi që gjithmonë e adhuroja Zotin, por vetëm Zotin, domethënë. Prandaj dhe kthimi im në Islam ka të bëjë shumë me dashurinë time për Jezusin apo Isën, paqja qoftë të, dashurinë që unë kisha për të, në kuptimin që besoja tek ai si profet, pikërisht kjo ndjesi më bëri që unë të përqafoja dhe të kthesha në Islam. Nuk mundesha të qëndroja në një fe ku besonte që Jezusi ishte Zot, ku besonte që Zoti lind dhe vdes për mëkatet tona. Gjithsesi, thash nuk dua të hyj tek pjesa e krishtërimit, thjesht po them rrugën se si unë u bëra e muslimane. Nuk kam shumë njerëz tonë u martove, bashortë musliman.
E di si është puna, në momentin që bësh muslimane testohesh nga shumë gjëra dhe unë jam testuar nga vetë muslimanët. Unë kam qenë rrethuar nga muslimanë që nëse vërtet do të ndiqja rrugën që ato ndjekin, nëse vërtet do të shihja sjelljet e tyre, atëherë unë do ta kisha humbur besimin në Islam. Unë duke parë shumë sjellje të muslimanëve, u bëra edhe më shumë muslimane, në kuptimin që ka shumë musliman të mirë, por testi im ka qenë që unë të rrethohesha nga muslimanë që nuk janë aq korrekt me njeriu, ndoshta me Zotin, është mes tyre dhe Zotit, por unë u testova pikërisht dhe gjithnjë thosha që jo, e mbaja besimin tim fort, unë nuk kam pse ndjek njeriu, domethënë ai mund të jetë musliman, mund të ketë lindur i tillë, mund të jetë ashtu, ajo mund të jetë muslimane, pavarësisht se sjelljet e saj mund të jenë ndryshe, por unë nuk do ndjek këto lloj sjellje, sepse gjithmonë që kur jam që fëmijë thosha, kur shiha diçka të keqe, thosha unë do bëhem e kundërta e kësaj gjës. Unë nuk do bëhem kështu, unë nuk dua të jem kështu. Dhe njëjta gjë ndodhi edhe me besimin. Unë nuk ndjek njerëzit, për shembull mund të ketë musliman të mirë dhe të këqij kudo, por nuk ndjek njeriu, nuk ndjek udhëzimet që Allahu ka shkruar në Kur'an. Në fillim nuk e kuptoja Kur'anin fare. Shumë vonë kam filluar që ta kuptoj dhe është akoma më i lehtë për trurin tim, akoma është dhe më i qartë. Kështu që kjo ishte pak a shumë historia ime dhe që doja ta bëja sërish, e kam bërë më përpara si video, por kësaj radhe doja ta bëja si video për t'i dhënë respektin e duhur, duke patur edhe sigurisht mbulesën, duke patur atë idenë që ndoshta edhe vetë unë nuk jam e mbuluar akoma, por ndoshta do të m'japi atë përkrahjen emocionale dhe të më motivoj që ndoshta si dihet inshallah në të ardhmen mund të ndodh realisht. Dhe videon e parë që kam bërë 2 vite më përpara, më duket, 1 vit më përpara, kam thënë pak a shumë të njëjtat gjëra, por meqense kam dhe njerëz të rinj që më ndjekin, dua që të kuptoni diçka. Në momentin që ju ndjeni një thirrje të brendshme, instikti juaj nuk është rehat aty ku ju jeni, atëherë duhet të lëvizni dhe duhet të ndiqni atë që ju thot zemra juaj, sepse Zoti është shumë afër nesh, është aq afër nesh dhe ai zgjedh, keni parasysh, ai zgjedh atë që do. Domethënë, nëse ju jeni kthyer në Islam, është sepse Zoti ju do shumë.